Në Vlorë, procesi i votimit për zgjedhjet e pjesshme të kësaj të diele për kryebashkiakun e ri ka nisur i qetë dhe pa problematika. Në qendrat e votimit pranë shkollës Jani Minga, 4474 fraksion 1, në orët e para të mëngjesit dhe gjatë paradites, nuk ka patur shqetësime, përveç pjesëmarrjes u ulët në këto votime. Jemi tek shkolla Jani Minga, tek qendra e votimit 4474 fraksion 1, votimi ka nisur në orën 7, nuk kemi patur probleme deri tani, çdo gjë ka qenë konform, kështu që shpresojmë të jetë kështu deri në orën 18 që mbyllet votimi. Deri tani kemi patur pjesëmarrje, po si është dhe pak koha tani, shpresojmë të jetë mirë deri në orën 6. Nuk ka patur problematika? Jo, problematika nuk kemi patur, pajisja ka qenë në rregull, kështu që çdo gjë ka qenë deri tani shumë mirë. Në qendrën e votimit 4474 fraksion 2, procesi përgjithsisht eci mirë, por pati disa problematika teknike, kryesisht me pajisjen e identifikimit të zgjedhësve. Pjesëmarrja ishte e ulët edhe në këtë qendër, ndërsa nuk ka patur radhë, siç mund të jemi mësuar zakonisht. Ashtu sikundër, shprehet edhe nga drejtuesit dhe anëtarët e komisionit të votimit, pjesëmarrja në këto zgjedhje është e nivelit të ulët, ndoshta nuk ka patur vlerësim shumë nga qytetarët, për shkak se ishin zgjedhje të pjesshme. Po në përgjithësi mirë, patëm një defekt me kamera, na bëri mas edhe rrjeti këtu elektrik jo ashtu dhe u vënum gati një gjysore sa e rregulluam. Aktualisht vazhdon normalisht. Patëm edhe një problem tjetër, se edhe mund ta merri vesh nga ashtu, tek vulosja ngatruan kapakët, se është kutia e votimit dhe kutia e materialeve zgjedhore. Ngatruam kapakun, tenxherja me kapakun, u ngatrua. Këto pjesëmarrja deri tashti le për dëshiruar. Jo e plot, jo s'ka radhë. Parashikoni të rritet në vend? Po patjetër shpresat, gjithmonë njeriu rron me shpresën. Shpresa e mban njeriu, ne rrojmë me shpresën. Dhe besojmë se do vinë. Por në këto raste, në këto zgjedhjet e pjesshme, në përgjithësi pjesëmarrja është e ulët, e nivelit të ulët. Në përgjithësi, kudo që bën zgjedhje, më thonë e tjera, nuk janë të përkushtuar votuesit shqiptarët në përgjithësi, që duhet të thonë të japin kontributin e tyre me votën e tyre. Kjo ekziston. Problematika të kaluan? Po, të kaluan, çdo gjë në rregull. Edhe në qendrën e votimit 4477 fraksion 1, çdo gjë ka qenë në rregull sa i përket procesit, ndërsa nuk ka patur as këtu problematika. Ajo që vihet re ishte numri i ulët i votuesve. Tani procesi vijon i qetë, pa probleme madhore ose të vogla, nuk ka patur deri tani, çdo gjë ka qenë okay. Shpresojmë që të ecim mirë siç jemi deri tani dhe pjesëmarrja për momentin është pak e ulët, por që shpresojmë se do të vazhdojmë më mirë akoma nga sa ka filluar. Qytetarët flasin për ditën e zgjedhjeve, duke cilësuar kështu një ditë shumë të veçantë, ku të gjithë duhet të tregojnë me votë vullnetin e tyre të lirë, dhe se procesi zgjedhor duhet të vlerësohet. Votuat? Po. Si vlerësoni ditën e sotme, pra një ditë që duhet të ketë... Shumë e mirë. Shumë e mirë, thash. Pra vota është demokracia? Demokracia, po, e të fitoj më i miri. Pra që në orët e para të mëngjesit ju keni ardhur? Po, ora vali 8:30. Po, patjetër, votuam se është një domosdoshmëri dhe një detyrim qytetar. Që në orët e para të mëngjesit? Patjetër që të mbarojmë këtë detyrën shoqërore, pastaj merrem me privatet. Votuam. Si ditën e sotme? Ditën e sotme vlerësoj të mbar, të gëzuar, sepse qyteti jonë, domethënë, ka nevojë për një drejtim më të mirë, edhe kemi shpresa. Procesi ishte i qetë edhe në qendrat e votimit të Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve 85, të vendosura pranë shkollës 29 nëntori, në qendër të qytetit të Vlorës. Edhe këtu, problematika nuk ka patur, me përjashtim të numrit të ulët të qytetarëve. Ndërkaq, pajisja e identifikimit të votuesve ka patur disa problematika në qendra të tjera të vendosura pranë kësaj godine, sidomos në mosnjohjen e votuesve.